Djali që urrente sportin, por u transformua në kampion bote. Kjo është historia e çuditshme e një nga kampionëve më të mëdhenj në botë. Dhe tani dëgjojeni me kujdes, sepse përveç se është frymëzuese, do kuptoni shumë gjëra në atë që do t'ju them tani, sepse ka një histori të çuditshme. Si gjithmonë, kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Manuel Agassi lindi në Iran në vitin 1930. Që i vogël ai dëshironte që të ishte kampion bote, sepse kërkonte që të bëj boksier. Në fakt që në moshën 11 vjeçare ai filloi që të bënte boks edhe aty në atë lagjen e tij ku ishte, por njëkohësisht edhe nëpër qytetet e tjera, derisa u mundua që të bëj profesionist, por nuk ishte asnjëri suksesshëm. Në fakt ai shikonte që ata që jetonin jashtë Iranit ose në vende të tjera në Evropë ose në Amerikë ishin nga më të famshmi dhe mendonte që duke qëndruar në një vend të tillë, ai do të transformohej në një sportist profesionist. Në fakt, kështu e bëri. Ai filloi që të bënte ndeshje në Evropë. Zgjodhi disa vende aty, mirë po nuk i pëlqeu shumë Evropa. Dhe çfarë bëri? Bëri një pasaport falso në vitin 1952 dhe iku në Amerikë. Në Amerikë pretendonte që ishte një boksier i madh, por Manuel Agassi nuk pati asnjëherë sukses, sepse asnjëherë nuk u bë profesionist. Madje kur shkoi në Amerikë filloi që të punonte punë të ndryshme përveç se boksierit, sepse kishte boksier që të thanin pitën në atë kohë. Në fakt, atë e eliminonin që para se të nisej. Dhe kështu që ai u martua dhe me kalimin e kohës bëri fëmijë dhe tha me mendjen e tij, në qoftë se unë do të lind një djalë, do ta transformoj në profesionist dhe do ta bëj kampion bote. Dhe ashtu ndodhi. Në vitin 1970 lindi djali i tij, Andre. Andre që i vogël, që kur lindi, ditën e parë që lindi, ai tek ajo djepi i tij sipër djepit ose sipër në dhomën e tij tek ai krevati i vogël, kishte të varur një top tenisi. Po, sepse jati vari topin e tenisit mu aty, ditën e parë që ai ushtrin atë krevat. Dhe ditë për ditë ai loste me topin e tenisit aty. Në fakt, ç'është e vërteta, pas disa vitesh, kur ai filloi që ishte 2 vjeç, jati i tij që në moshën 2 vjeç, kur ai ishte 2 vjeç, jati i tij, pra Emanuel, merrte Andren dhe i hidhte topat e tenisit, që ai të qëllonte topat e tenisit. Por Andre e urrente tenisin. Nuk donte t'ia dinte fare, madje sa më shumë se përpara dhe aq më shumë e urrente. Se jati i tij e kishte kuptuar që jati i tij dëshironte që djali t'i ngjasonte të atit, pra të bëj profesionist, të bëj një i famshëm dhe kampion bote, gjë që jati nuk e kishte bërë. Në fakt insistoi për vite dhe ditë për ditë ai jepte topat, pra topat e tenisit që djali i tij t'i qëllonte. Merrini me mend, në moshën 7 vjeç, djali i tij qëllonte topat kur ja i the jati 2500 topa në ditë, që në një vit janë rreth 1 milion topa që ja hithe jati dhe ai duhet që t'i kapte ose t'i qëllonte. Dhe e dini se çfarë ndodhi? Kur mbushi Andrea 20 vjeç, ishte kampioni botëror, me të vërtet, u transformua në kampion botëror. Por, ajo që është me absurdja, është fakti që nuk i tha askujt, nuk i tha asnjërit për këtë sekret, që ai e urrente tenisin. Nuk donte t'ia dinte për tenisin fare. Në fakt, shumë shpejt ai u transformua në një milioner dhe në një kohë të shkurtër që në moshën 20 vjeçare thash ai bëri disa kontrata milionare dhe në të gjithë karrierën e tij fitoi çmime të papara, fitoi kupa të arta, fitoi gara dhe u bë një nga profesionistët më të mëdhenj në botë. Padyshim e keni njohur sepse është një me flokë të gjata, një djalë king që duket një djalë i pamshëm që duket i viteve 70 dhe në atë kohë kishte flokë të gjata. Në fakt ai në gjithë karrierën e tij bëri rreth 30 milion dollar gjatë gjithë karrierës. Por ai bëri mbi 150 milion dollar vetëm nga sponsorizimet. Dhe e dini se çfarë bëri? Ai kur përpara se të dilte nga sporti, sepse në vitin 2009 nxori një libër ku tregonte të vërtetën. Në librin e tij ai tha unë dua të tregoj të vërtetën. Dhe aty e morën vesh edhe vet trajneri, e mori vesh që ky e urrente tenisin. Gjithë bota, këta njerëzit dhe artëdashësit dhe tifozat që ishin me të për të jetën që kishin ndjekur, tashmë ishin të çorientuar dhe ishin edhe të dëshpëruar që si është e mundur që ai të fshikte një gjë të tillë, që ndonse e urrente tenisin, ishte kthyer në kampion bote. Dhe çfarë bëri ai? Pas një viti e gjysmë,
Ai bëri diçka që se kishte bërë më përpara, hapi një shkollë. Hapi një shkollë, një universitet. Vitin e parë në universitet nuk kishte pothuajse 12 të shkruar, por vitin tjetër ishin 1200 nxënës. Dhe pastaj edhe më shumë. Dhe e dini se çfarë thaj në një intervistë, hapa këtë universitet për një qëllim. Sepse secili duhet që të zgjedh atë që dëshiron, jo që t'ja dedikoj i jati ose ta detyroj prindi që ai të bëj atë që dëshiron prindi, pra të bëj atë që dëshiron njeriu. Dhe unë këtë mësoj në për universitet. Në fakt, ai që të gjithë ata pedagogët që janë në universitet, ai i ka sugjeruar që në fillim që mos të detyrojnë fëmijët që të bëjnë atë që do prindi ose profesori, por të zgjedhin vetë. Dhe bëri një revolucion, në fakt, kulturor tek mendja e njerëzve. Por mbi të gjitha bëri edhe hapi organizata bamirëse dhe ndihmoi edhe shumë të rinj. Shumë të rinj që kishin dëshirë që të bëheshin diçka, ndonjëri edhe tenis, ndonjëri edhe në golf, ndonjëri edhe më duket edhe një ndihmoi dikë që u bë një nga me makinat e garave, nga më të suksesshmit në atë kohë, dhe pastaj e la, por në të gjithë karrierën e tij askush nuk e dinte që Andre Agassi ishte një kampion që urrente atë sport që ai bënte. Dhe kjo është një nga historitë më të çuditshme që kur e kam lexuar kam mbetur pa fjalë. Si është e mundur që një njeri të bëjë diçka që nuk e do dhe të bëhet kampion? Në fakt ai në një intervistë që pash tha diçka madhështore. Unë tha nuk kam piksynuar, tha që të jem si gjithë të tjerët. Kam piksynuar tha gjithmonë që t'jem i pari. Ndonë se unë e urrej atë, ndonë se babai më thoshte kështu, unë doja që t'isha i pari dhe të gjeja mënyrën se si do t'arrija që t'isha i suksesshëm. Dhe unë mendoj, thot ai, që ky është Chelsea, që ti duhet t'jesh i përqendruar dhe të japësh maksimumin tënd dhe të punosh me mendje. Jo të thuash që për shembull tani arrita dhe kaq, sepse asnjëherë nuk arrihet. Ti mendon që ke arritur, por mund të eliminohesh në një kohë shumë të shkurtër, pra dhe të mos jesh më profesionist. Dhe ky është një mësim i vyer për të gjithë, sepse puna e madhe vlen. Okej, dakord, por edhe zgjuarësia. Kështu që unë pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë histori, dhe nëse dikush nga ju e njeh Andre Agassin ose tatin e tij, Emanuelin, që shndërroi djalin e tij në një talent ose në një kampion bote. Agassi, për fjalë Emanueli, jati i tij vdiq para disa viteve, mirëpo i biri, pra Andre, e kujton gjithmonë me respekt, ndonse ai e detyroi në një farë mënyre që të bënte atë që dëshironte jati dhe jo atë që dëshironte Andre. Në fakt Andre pastaj më vonë, përveç se i pëlqente studimet, i pëlqente edhe sportet tjera dhe aktivitetet tjera, dhe ai i bëri, por ishte shumë vonë, siç thotë ai, sepse pas moshës 40-45 vjeç, pastaj nuk e më ato të kaluarat, me fjalë të adoleshencës, që ti ke dashur të gjitha dëshirat, nuk kanë më, sepse ato vyshken. Megjithatë, pres komentet tuaja, kalofshi bukur.